Në një intervistë të gjatë për emisionin Meet the Press të NBC-s, presidenti amerikan Donald Trump foli për pasardhës të mundshëm, por diskutoi edhe marrjen e Groenlandës me forcë ushtarake. Kur u pyet nëse po merr në konsiderat përdorimin e forcës ushtarake për të marrë Groenlandën, Trump tha se nuk e përjashtonte mundësinë, duke këmbgulur se ishulli i pasur me burime i duhet edhe për qëllime të sigurisë kombëtare. Nuk them se do ta bëj, por nuk përjashtoj asgjë, tha Trump. Ne kemi shumë nevojë për Groenlandën, vazhdoi ai. Groenlanda ka një numër shumë të vogël njerëzish, për të cilët do të kujdesemi dhe do t'i vlerësojmë, por ne kemi nevojë për këtë ishull, për sigurinë tonë kombëtare, shtoi më tej presidenti. Sa për të bërë Kanada'n shtetin e 51 amerikan, Trump tha se ishte e pamundur që ai të përdorte forcën ushtarake. Shefi i Shtëpisë së Bardhë mohoi sa kaq se po shqyrtonte mundësinë e kandidimit për një mandat të tretë presidencial, një veprim për të cilin ekspertët bien dakord se është i ndaluar sipas kushtetutës amerikane. Ka shumë njerëz që po shesin kapelen e vitit 2028, tha Trump, por kjo nuk është diçka që dua ta bëj. Do të kem 4 vite të shkëlqyera dhe pastaj do t'ja lë vendin dikujt tjetër. Idealisht një republikani të shkëlqyer mendoj se 4 vjet janë kohë mjaftueshme për të bërë diçka vërtet spektakolare. They have a different interpretation.